Horoskopi ditor e martë 30 shtator 2025. Dashi, edhe pse nuk do keni as pak debate dhe mos marrëveshje në çift gjatë kësaj dite, sërish nuk do ndjeni ai të kënaqur sa do dëshironit. Beqarët duhet të tregohen më të disponueshëm ndaj ftesave që do ju bëhen, sepse vetëm në këtë mënyrë do mund të ndryshojnë status. Në planin financiar, pritet ndryshime pozitive të situatës. Demi, jeta juaj në çift do jetë mbrojtur nga çdo e keqe gjatë kësaj dite. Do merreni vesh mirë me atë që keni në krah dhe do merrni së bashku vendime. Beqarët do bëjnë mirë të qëndrojnë me këmbë në tokë dhe të mos u besojnë të gjitha lajkave të tjerëve. Nëse menaxhoni me kujdes buxhetin, situata financiare do jetë një të qëndrueshme. Binjakët, tregoni të sinqertë me partnerin tuaj gjatë kësaj dite dhe mos tregojeni atij çdo gjë që ndjeni. Vetëm në këtë mënyrë do mund të ruani ekuilibrin në çift. Beqarët nuk duhet të marrin vendime pa qenë të sigurt se me cilët persona kanë të bëjnë. Sektori financave pritet të ketë goxha përmirësime. Do ndiheni më të sigurt kur të kryeni çdo lloj shpenzimi. Gaporja, do i shtoni dozat e fantazisë në çift gjatë kësaj dite dhe të përjetoni ndjesi të reja pranë personit që dashuroni. Vazhdoni në këtë rrjedhë. Beqarët do realizojnë disa takime as pak interesante, madje disa mund të jenë edhe të mërzitshme. Gjendja e të ardhurave nuk është aq e mirë sa duhet, kështu që absolutisht nuk duhet të luani me zjarrin. Luani, pasioni do rindizet sot në jetën tuaj në çift dhe jeta juaj në çift do jetë më e bukur se më parë. Edhe pse shumë të tjerë do ju joshin dhe do mundohen të bëjnë për vete, nuk do e arrijnë dot. Beqarët do jenë të turpshëm dhe nuk do mund të bëjnë atë që duan. Në planin financiar, tregoni të arsyeshëm dhe mos kryeni shpenzime ekstravagante. Vëgjëresha, do kuptoni më së miri sot me partnerin tuaj dhe nuk do kërkoni shumë nga partneri kur e dini që ai ka dhe angazhime të tjera. Për këtë arsye, ai do ju vlerësojë edhe më tepër. Beqarët me shumë gjasa do fillojnë një histori dashurie si në për romanet më të bukur. Në planin financiar nuk duhet të alarmoheni nëse ju del në një problem i vogël. Peshorja, ditë mjaft të qëndrueshme dhe pas një problem kjo sotme për të dashuruarit. Gjithçka do shkojë sipas parashikimeve, kështu që nuk duhet absolutisht të shqetësoheni. Beqarët do kenë një ditë të mbushur me surpriza të këndshme. Shfrytëzojeni çdo çast. Në planin financiar do jetë Jupiteri i cili do të ndihmojë të zgjidhni të gjitha problemet financiare. Akrepi, për sa ju përket çështjeve të zemrës, duhet thënë se dita do jetë pozitive. Do ruani një komunikim të mirë me partnerin tuaj dhe do kuptoheni për çdo gjë. Beqarët do jenë shumë të shpërqendruar dhe nuk do e dinë as vetë se çfarë duan. Të ardhurat fatmirësisht nuk do kenë probleme. Gjithsesi hyjet këshillojnë të shpenzoni me shumë kujdes. Shigjetari, do njihni një anë tjetër të partnerit tuaj sot, e cila do ju pëlqejë jashtëmase. Do ndjeni krenar për të dhe do dashuroni edhe më tepër. Beqarët edhe pse nuk e presin, sot do realizojnë takime mbreslënse. Përfitoni dhe njihuni sa më mirë me ata persona. Gjendja financiare fatmirësisht do jetë e qëndrueshme. Nuk do keni asnjë problem sa do të vogël. Përcjapi, kjo e sotme do jetë shumë e veçantë për ata që janë në një lidhje. Priten surpriza të njëpasnjëshme dhe kënaqësi të paimagjinueshme. Beqarët do joshin nga persona më të mëdhenj, por me një botë fantastike. Mos e humbni mundësinë për të njohur më mirë. Problemet e vogla financiare që keni mund t'i zgjidhni me qetësi dhe pa u nxituar. Ujori, reflektoni mirë sot nëse partneri ju kërkon të merrni vendime të rëndësishme, sepse më vonë nuk do ketë më rikthim pas. Beqarëve do u ndryshojë ekzistenca fal një takimi të mrekullueshëm që do realizojnë. Bota e tyre do marrë plot ngjyra. Sektori financave do ketë përmirësime të vogla, por mjaft të domosdoshme në këtë periudhë në të cilën jeni. Peshqit, fal përkrajes që do jap Merkuri, ju do ruani ekuilibrin, bashkëpunimin dhe harmoninë në çift gjatë kësaj dite. Nuk do ketë më as debate dhe as konflikte. Beqarët do jenë gati për të filluar histori dashurie me persona që kanë kohë që i joshin. Nga ana tjetër, mos kërkoni të pasuroheni shpejt dhe në mënyra ilegale, sepse keni për të humbur më shumë.